kundërshtar potencial të Amerikës, si Rusia dhe Kina. E fillojmë nga lufta. E prisnin këtë luftë? Irani, si që dhe thatë dhe juve në hyrje, është vërtet një problem njerëzoni shumë kompleks. Personalisht, po, e prisja, ka bile qoftë se nuk e egzagjore kam përshtypjen edhe kur kemi biseduar bashkë në emisionet tjera, kam thënë që e parashikoja që të fillon dhe që në nëntor këtë luftë, ndonë se shkaqet e luftës edhe sot që ka filluar shumë e vështirë të i gjesh përse ka filluar këtë luftë, për sa kohë edhe veç Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe 2-3 ditë mbas luftës nuk kanë ende në gjendje të thonë përse kanë hyrë në këtë luftë. Sepse është një problem i madh. Absolutisht, sepse objektiv. Po sepse eksakt, nuk ka objektiv, duhet mos pasur objektiv, nuk ka strategji dalje dhe mbi të gjitha nuk ka një mbështetje nga populli amerikan, ajo që thoshte presidenti Clinton, tje më duket, që kushtetuta amerikane është ndërtuar në mënyrë të tillë që një person e ka të pamundur që ti imponoj vullnetin e tij 330-340 milion amerikanëve të tjerë. Dhe praktikisht sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës e gjejnë veten në një pozicion ku një person i vetëm me emrin që ka presidenti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës imponon një luftë pa u konsultuar me Kongresin dhe pa i shpjeguar popullit amerikan shkaqe reale të besueshme, sepse sikur se është vënë duke edhe nga shumë ekspert të studimit të marrëdhënieve ndërkombëtare, tashmë është kthyer në një pattern, në një formë, në një mënyrë të vepruari, që nga një anë Shtetet e Bashkuara të Amerikës angazhohen në bisedime dhe pastaj mund në mes të bisedimeve, kur bisedimet sapo po japin rezultat, paprit mos fillon agresionin. Domethënë, kredibiliteti, besueshmëria tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht kësaj fuckës perëndimore që janë 8 deri në 10% të popullsisë së botës, që besojnë çdo gjë që ju thot ajo që quhet mainstream media, shtypi ndërkombëtar. Domethënë dikush e beson, po atmosfera është e ngopur me këtë lloj informacioni, ndërkohë që në pjesën më të madhe të botës nuk i beson njeri këtyre gjërave që shprehen nga media ndërkombëtare. Pikërisht për faktin që në momentin kur ministri i jashtëm i Omanit del nga salla e bisedimeve dhe jep konferencë shtypi që më në fund Irani ra dakord me kërkesat e amerikanëve, mbas 12 orësh fillon lufta. Do të thotë që shkaqet e zyrtare me të cilat Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë angazhuar në këtë luftë, pra që është programi bërthamor i Iranit, dhe kjo ka qenë si të shkaku kryesor sipas presidentit, për të realizuar traktatin e mosparapjes së armëve bërthamore, pra në funksion të një objektivi ndërkombëtar për mosparapjen e armëve bërthamore. Dhe në këtë pikë kam përshtypjen nuk ka njeri në botë që mos jetë dakord me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sikurse edhe rusët dhe kinezët, që janë pjesa goxha e rëndësishme e këtij ekuacioni gjeopolitik. Por problemi është që a ishte Irani vërtet në programin e ndërtimit të një arme bërthamore? Dhe ajo që është jashtëzakonisht shumë interesante është që personi i cili ka frenuar Iranin për të mos ndërtuar armë bërthamore mbetet i vrarë nga raketat izraelite, Khamenei. Ai ka nxjerr 2 ligje fetare, 2 fatva. Sipas të cilave arma bërthamore është haram dhe është e paligjshme sipas Islamit të prodhohet, të disponohet dhe të përdoret. Pra pikërisht ky person që ishte kundra ky vritet, që do thotë ata që janë në Iran në favor të prodhimit të armëve bërthamore, marrin një mesazh inkurajues, indirekt, që vetëm po të kenë armë bërthamore si Kim Jong-ili në Kore, nuk i ngacmon njeri. Dhe kështu që, dhe sipas një shkencëtari bërthamor, Teodor Polot, Irani me 400 kg uranium pasuruar në 60% do 66% uranium, është në gjendje në një apartament me 60 metra katror me centrifuga, 4-5 centrifuga të nivelit lartë që të prodhojë armë bërthamore brenda 2-3 javësh. Kështu që ajo që duan Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që do gjithë bashkia ndërkombëtare të mos ndodhi në këtë mënyrë, duke bërë këtë agresion në kundërshtim me ligjin amerikan, kundërshtim me ligjin ndërkombëtar kundër Iranit, po e shtyn më tej drejt asaj, pikërisht drejt asaj që nuk do duhet të ndodhte. Kjo është enigma e madhe. Përse ndodh kjo luftë kur parashtrojnë gjithë? Dhe pyetja që shtrojnë shumë amerikanëve është përse ndodh kjo luftë? Nga çfarë do të duhet këto fakte nuk i dija, në fakt që di që Irani është pjesë e konventës për mospërhapjen e armëve bërthamore, por nuk e dija që vetë Khamenei pas ka qenë njeriu që ka frenuar me fatva
prodhimin e armëve bërthamore? Të gjitha informacionet nga katër anët që vinë nga Irani, ai ka qenë figura, pra nëse ka pasur një debat në Iran të prodhojmë apo jo armë bërthamore dhe pjesa e Gardës Revolucionare Islamike, që është skifterët, që janë kundërshtarët, ata që janë iniciatorët e thirrjeve vdekje Amerikës, vdekje Izraelit, ata janë gjithmonë në anën që të prodhohet sa më shpejt arma bërthamore, se vetëm kështu do na lënë rehat, të themi kundërshtarët armiqtë e Iranit, do na lënë rehat vetëm po të kemi neve armë bërthamore, duke patur parasysh shembullin e Koreas Veriut, që një shtet goxha 20 milion i varfër, po dhe në kundërshtim me gjithë vlerat perëndimore, le themi, të demokracisë apo të atij presionit, të asaj shtypje që ushtron mbi popullin e vet, e kanë lënë rehat në punën e vet se ka armë bërthamore. Pra ky lloj konkluzioni që nxjerrin të gjithë shtetet sot në botë në mënyrë të veçantë mbas këtij sulmi ndaj Iranit, unë besoj që kjo është gjëja absolutisht më negative që del nga këto sulme amerikane dhe izraelite ndaj Iranit, që inkurajohen ato forca që do donin të kishin një armë bërthamore që shërbente si forcë frikësuese që vendi i tyre të mos sulmojnë nga tjerët. Nga ana tjetër, si thash pak më parë, nuk ka një objektiv të saktë, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës tonë programin bërthamor, pastaj raketat, pastaj satelitët e tyre proxy në rajon, pastaj ndryshim regjimi, dhe këtij ndryshim regjimi izraelitët shënë edhe coptimin e Iranit, domethënë jo fort direkt, po indirekt. Dhe kjo është kontradikta kryesore pastaj që thërret në skenë Turqinë nga ana tjetër, sepse një coptim i Iranit dhe krijimi i një shteti kurd në Iran, patjetër që do të ishte një sinjal alarmi për Turqinë, e cila nga ana tjetër është goxha e presuar edhe nga avancimi i forcave ruse në drejtim të Odesës. Pra, Turqia është elementi determinant i gjithë kësaj skeme që mund të fillojë lufta e tretë botërore, e cila ndërkohë mund thuhet se ka filluar, se Pakistan, Afganistan, Iran, Ukrainë, raketat iraniane thuhet që janë interceptuar në drejtim të aeroporteve të Kipros. Pra, ka shumë indikatorë që thonë se janë shumë pjesë të botës të cilat janë të ndezura nga flaka sot, por Turqia është ai elementi që mund t'i lidhë të gjithë to copza lufte në një të tërë për ta kthyer